Mirë, por ajo që ju bën gjithashtu njeri i cili hyn në botën konspirative, se nuk e keni kritikuar fare Ali Ahmetin dhe me këtë konspiracion i keni ndihmuar atij, nuk e keni kritikuar edhe Gruevskin këto funde. Të tillë e kam natyrën, kur dikush është në gjendje shumë të keqe nuk e ngas. Alia se din ku e ka kokën, se din ku i ka këmbët. Dhe pozicionimet e tija politike, publike momentalisht janë tërësisht të paqartë. Ka kohë do ta bëj edhe këtë, e kam kritikuar me kohë, deklaratat e mia dhe qëndrimet e mia politike dhe të partisë time me kohë kanë treguar se kjo është rrugë shumë e gabuar e zotit Ahmeti. Dhe e dyta baton është pak e çuditshme, jo që ti më thu, po të tjerë që më thuj nuk e kritikoni, s'di si tu përgjigjem. Nëse ka pas ballafaqim dhe konfrontim politik mes dikujt dhe Ali Ahmetit, Shmenduthaçit dhe PD-sht-ja. Ne erdhëm në konfrontime... Po flasim për brutalitetin e zgjedhjeve, po për kështu... Edhe pas, nuk ka 6 muaj që erdhëm konfrontime të rënda fizike në parlament. Dhe unë pranova sugjerimin e shumë njerëzve, drejtuesve shqiptar, kryeministrit Shqipërisë, kryetarit parlamentit, zavendës kryeministrit Shqipërisë që mendon duhet zbuten këta raport. Dhe treta u binda edhe vetë, se si duket BDI dhe Ali Ahmeti kanë dëshirë që këtë konflikt politik nuk po flasim për konfliktet, po flasim për konflikt opozitar. Absolutisht. Jo, ta banalizojnë deri në konflikt të grupeve të interesit dhe të individëve. S'kemi konflikte, as ma ka marrë Livallin, as ja kam marrë.